Përshëndetje Hoxh, si të udhëzojmë të falet dikë që luan bixhoz? Nga se të largohet? Bëhet qartë që namazi është shkak për të larguar nga veset e këqija. Namazi është shkak që njeriu të heqë dorë pra nga veset e këqija. Bëhet qartë që bixhozi është shkak për shkatrimin e vetes, familjes, shkatrimin e pasurisë, sa njerëz kanë shkatruar familjet e tyre për shkak të bixhozit. Namazi, pra, është shkak që njeriu të heqë dorë nga veset e këqija. Këshillohet që t'i friksohet Madhit Zot. Zoti i gjatësisë ka urdhëruar me fal namaz. Allahu i lartësuar na ka ndaluar nga bixhozi, duhet me ju bind Zotit gjatësisë.